Brian Gruda shfaqet larg Shqipërisë për momentin. Sulmuesi vazhdon të luajë me ekipin U21 të Gjermanisë, ndërsa për herë të fundit mori minuta ndaj Irlandës së Veriut në muajin mars. Gruda ka shpërndar foto përmes rrjeteve sociale, pikërisht ndaj sfida e fundit. 21 vjeçari duket mjaft krenar, ndërsa te Shqipëria ekziston besimi që ekipi i parë i Gjermanisë nuk duhet konsideroj. Gjithmonë krenar që luaj për Gjermaninë, një pengesë e vogël por i kënaqur me rezultatet. Kthehemi së shpejti, shkruan Gruda në rrjetet sociale. Aktualisht është në huazim te Leipzig në Bundesligë. Kartonin e tij e zotëron Brightonin. Ish mesfushori kombëtares Klodian Duro ishte i ftuar në emisionin Sport News në News 24. Duro u ndal në tema të caktuara, ndërsa pati guximin për ta shprehur publikisht dëshirën e drejtimit kombëtares, madje i bindur se me atë trajner, Shqipëria do të kualifikohet në Kupën e Botës. Dy përfaqësuese dhe një komb, të dyja ndalen në fazën play-off të botrorit. Për kë u trishtove më shumë, ku kishe më shumë pritshmëri. Për të dy përfaqësueset tona, ishim shumë pranë realizimit të ëndrrës. Duhet të ishim të lumtur nëse njëra do shkonte në botror. Fatkeqësisht, asnjëra nuk ja doli, edhe pse ishim fare pranë realizimit të ëndrrës. Në botror, madje për herë të tretë radhazi, nuk shkoi as Italia, pse ne na la një shije kaq të keqe disfata në Poloni. Ne ishim pranë, duke ditur kundërshtarët ishin të kalueshëm. Në botror shkon Suedia që e mbylli pas një fitore me vetëm 2 pikë. Kjo do të thotë se forma si e Polonisë, ajo e Suedisë, nuk ishte më e mira e mundshme. Pati një diskutim të madh mbi zgjedhjet e Silvinjos, para dhe gjatë ndeshjes. A është përgjegjësi kryesor Silvinjo për eliminimin apo fatura e këtij zhgënjimi duhet ndarë? Në futboll kur humbet, aq më tepër që u mundëm 2 herë, fatura më e madhe i shkon trajnerit. Ky është një ligj parimisht në futboll. Silvinjo është profesionist i madh, ka bërë mirë në eliminatore. Në këtë periudhë të fundit, ajo fitore në Serbi ishte më e madhja. Në formacionin fillestar e mendoja që nuk do bënte ndryshime në vendosje dhe lojtar. Do me thënë me një 4-3-3, i fokusuar të mbrojtja fillimisht edhe më pas çfarë do sjellë në fazën ofensive. Në momentin që ke potencial ofensiv, duhet ta shfrytëzosh. Në kombëtare nuk ka formacion fiks. Muçi dhe Mehmeti. Përderisa i ke, duhet i shfrytëzosh. Në vend që t'i japësh 15-20 minuta, jepi 45 minuta. Po të bëj krahasim me eliminatorët që janë mbajtur më herët, në vend që të ecim përpara, kemi bërë hapa mbrapa. Ndryshimi që vura re, kemi luajtur me 3 mesfushorë stabil. 3 vite në krye të kombëtares, Silvinjo në dërgoi në Evropian dhe në play-off të një botrori. Në këndvështrimin tënd, a është ky një cikël pozitiv, ose më sakt, me çfarë note do e vlerësoje? Silvinjo ka dhënë gjithçka nga vetja e tij, është i ri në skenën europiane, me pak eksperjenca. Ju dha një mundësi e artë. Ne jemi kombëtare që merr pjesë në eliminatoren e Europian. Ti ke mundësi që të rrisësh edhe karrierën tënde. Një lojtar i njohur, paralel me ato që po bën për kombëtaren, zhvillon edhe karrierën si trajner. Ai ka patur fatin të ketë gamë të gjerë lojtarësh. Klod, je aktive dhe në rrjetet sociale, shpesh edhe viral. Së fundmi keni shprehur dëshirën për të qenë në krye të ekipit kombëtar. A është realisht një ambicie juaja, apo thjesht dëshira e një ish lojtari që ka dhënë shumë për ekipin përfaqësues? Në momentin që mbylla futbollin e luajtur, ju futa karrierës si trajner. Në hapat e mi të parë kam trajnuar në Shqipëri. Me një ekip si Kuksi u futëm në Kupat e Europës dhe paralelisht fituam Kupën e Shqipërisë. Kur e nisa karrierën, ëndra ime ishte që një ditë të jem në stolin e kombëtares. Më bëri përshtypje një koment i legjendës Vasil Ruci në News 24. I pyetur nëse ishte pro apo kundër ides për të patur në krye të kombëtares një trajner shqiptar, vendosni këtë doni, u shpreh, mjafton të jetë inteligjent. Ju si mendoni, a është ardhur koha për një trajner shqiptar? Unë besoj se ka ardhur koha. Në fillimet e tij I kam dhënë të drejtë dukës. Në fillim shkolla e trajnimit nuk ishte këto kushte që ka sot. Sot jemi të licencuar në UEFA. Federata është rritur në nivel. Ka ardhur koha që kjo federat të prodhojë trajner për ekipin kombëtar. Unë mendoj se me lojtarët që ka Shqipëria, jam I bindur se çdo vit e dërgojmë në Evropian dhe e dërgojmë në botror për herë të parë. Jemi te Kosova. U eliminuan në hapin e fundit, por në Kosovë po I trajtojnë si heronj, madje u dekoruan. Shkurtimisht, si e sheh të tashmen dhe të ardhmen e Kosovës. Kosova ka bërë hapa të shpejt si nivel futbolli, për të mos thënë se është një hap më lartë se ne. Ka avancuar shumë, ka ndruar shumë trajner, por me Fodan ka krijuar stabilitet. Në ndryshim nga ne, Kosova me në krye Fodan ka shfrytzuar potencialin e lojtarëve. Gallapeni luante me Prishtinë një vit më përpara. Është 19 vjeçar dhe ishte kryesori në fushë. Ndaj Slovakisë, Hoxha luante, ndeshjen e parë dhe realizoi golin e parë.
Kosova ka shfrytzuar më mirë se ne elementët e rinj. Ne nuk kemi arritur dot të aktivizojmë të rinjt, pasi Silvinjo ka qëndruar besnik i filozofisë së tij. Sigurisht, si shqiptar që janë edhe ata, po bëjnë shurm, akuzat ndaj Vedat Muriqit, më shumë se sa akuzat e një tifozit rëndomt, të shqetëson hapësira që ju dha një personi anonim. U përfshit edhe ju në distancë në një diskutim të tillë. Të gjithë mund të japin opinione, mendime, por në fund vlen ajo që thon ata që e dinë çfarë ndodh në fush, ato që kanë luajtur në nivel superior dhe njerëzit që merren me atë punë. Vedati është i prekur, por kushdo mund të flasi budallaliqet, por nuk duhet i japim rëndësi njerëzve të pavlerë. Muriqi luan në Spanjë dhe është golshënuesi i dytë më i mirë. Ai mban lart emrin e Kosovës në një vend që nuk e njeh Kosovën. Kush shkon në botror? E para. Pavarësisht se Kosova kaloi një hap para nesh, unë mendoj se Shqipëria. Unë kam besim se me trajnerin Duro do të jetë në botror për herë të parë.